Takimi mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe homologut të tij Jinping duket se ka nxitur konkurrencën në Rusi. Kjo pasi sot është lajmëruar vizita e presidentit Vladimir Putin në Kinë që pritet gjatë javëve të ardhshme. Vizita e fundit e presidentit në Kinë ishte në shtator të vitit 2025, ku ai u përfshi një paradë madhështore ushtarake të organizuar në Kinë. Analistët politikë kujtojnë se Kina është kthyer në një partneritet të fuqishëm ndërkombëtar në Rusi, ku ofron kështu mbështetje ekonomike në vend. Bashkëpunimi mes dy vendeve është zgjeruar ndjeshëm përgjatë vitit 2022, duke përfshirë këtu tregtinë, bankën, teknologjinë dhe koordinimin ushtarak. Vetë Putin dhe Jinping kanë zhvilluar marrëdhëniet më të afërta personale mes liderëve politikë, duke u takuar kështu në mbi 40 herë. Partneriteti i tyre pa kufi synon në thellimin e bashkëpunimit strategjik mes tyre. Fakti që vizita vjen në një kohë ku Trumpi po viziton Kinën përbën një element të pazakontë diplomatik, ku Pekini duhet të ruajë ekuilibrat me Moskën dhe Washingtonin.